Nuk e kam problem për jashtë, se s'më intereson ajo pjesë, por nuk du më majtë mend prej ti, sikur unë isha një nga arsyet kryesore që ja largova vajzën që e ka anër, e pas. Se ke largu ti Po të flas më Po bollër e drejt. Po na nuk largojmë kërkën më mirë është publiku jashtë. Po unë ja çova deri aty pra, ishte arsyeja se Brikena me pas përballë. Po ti me ta. Fal. Brikena me pas përballë. Po ha një herë drejt, ha një herë. Lej ata dy të flasin. Ua, qa gjelozi math miri të mërshëm, ligësie pa parë. Po qa kere miri, qa ke për shumë? Le të flasin ata dy një herë, të gjëmë qik ata dy, se më shumë kam interes të gjë ata dy, sa gjë ty. Ty të kam gjuar sa që më ke dal nendra më ke dal. Po pse tregon ka ish ligësi këj mërë zotim, e di pse ndodh kjo, e të the mund të shimë. Për t'ja u që zjarin që e. Tashi, kjo ndodh për një arsye. Miri aty nuk kaloi. Miri po ndodhi në debat për shembull. E vetëm lojë që ka Miri tash që pritet këtë prime është raporti Gimbos me Selinën. Do t'rregoj atë fytyrën kështu si të mërziturin e dynjas. Ndoshta jo sepse ka ndjenja për Selinën ose jo sepse i plasi, ndoshta i plasi për Selinën, por thjesht i plas për lojën e vet. Tani duke u krijuar një dyshe, drejt se na dolën njartë. Duke u krijuar një dyshe si pune Selin Gimbo. Duke u krijuar një dyshe Brikena Mateo, për shembull çift. Miri del me pata, del me biba. Thoprëndore dhe me biba. Tashi për ta shmangur këtë pjesë kërkon që ta shkatroj, se ta rovinoj talisht. Kërkoj që ta shkatroj këtë lloj bisede kaq të bukur. Se të njëjta këshilla që po i thoshte Luizi Mateos, të njëjta gjëra i tha dhe Brikenës. Brikena patjetër që më pëlqen, tregon karakter. Tashim, mase ne duam të martojnë ata, po mase ajo se ndjen. Kështu që do kohën e vet, kërkon ajo kohën e vet, siç e kërkon ajo miqesha para 3 viteve, hapsi e saj kohën e vet, e la të rrite derisa arritën në ato pikë kaq të bukur sa që janë sot, familje bukur. Kështu që ku e diet dhe kjo mbase në veten e saj ka qef ta ndjekë edhe pak lojën e Kiarës. Patjetër, sepse e kemi vënë re këtë pjesë. Ky një herë, ky më meku mua, ky ma bëri maçin tigër në bark, maçin tigër, po më del maçin a brenda. Sa flisin ata, zili qari madh, po dale derbar, dale se ta fitosh atë lojë. Do ta fitosh nëse meriton. Likësi të madhe, vetëm kjo është frika e tia. A i nxjerr anën e tij më të keqe te kjo bisedë Miri, për faktin sepse nëse kjo dyshe zhvillohet, Miri do rresh lojë. Po doli Miri, nuk ka situatë pasaj Miri. Miri do bëhet për shembull si punë ku di una ndoshta si punë tani, si punë Malit, jo se janë keq këta, absolutisht, por nuk janë, le të themi, deri për në finale ose nuk e kanë yllin në ballë të fituesit. Sepse të kesh vetëm, do me thënë, të matesh në një debat që krijon një tjetër, të futesh ti në mes, si tret, nuk ka asnjë sukses. O e mban ti atë situatë, o e hap ti, e krijon ti atë situatë, të mban atë situatë 2-3 ditë, ose të mbahesh me situatë tjera, nuk shkon. Se është i bërë si Larasa pas topeve dashit. Bien këtu, bien atje, bien këtu, bien atje. E njëjta gjë, ma shpifi për zotë, kush e po shikon live, se unë po shikoj live, kam këtu të iPad-i, kam shkoj kod digital bit, të iPad-i, telefoni dhe të televizori, edhe shikoj atje. Kanali një shikoj këtu, këta janë të njëshi, ata atje të miqtë e tjerë janë të dyshi, edhe shikoj. Më të merroj, më acaroj likësia Mirit, se s'ka ku të vej. Shikoj hante për brenda. I këti do hakekun.